Mirë të dashur, po takohemi bashkë edhe këtë javë në Spektri Podcast. Sonte do të flasim për një periudhë e cila është shumë emocionuese, është stresuese dhe ka pritshmëri, e ajo është matura. Sonte kam kënaqësinë të kem në studio një profesoreshe e cila ka kaluar shumë nxënës në këtë fazë dhe një maturante që për momentin po e jeton këtë fazë. Dhe kam kënaqësinë të kem në studio profesoreshën Fatlume, profesoresh mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma Gëzona, mirë se u gjeta. Dhe Melina mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Faleminderit Gëzona, mirë se u gjeta. Kënaqësi t'ju kem në studio. Fillimisht dua të falenderoj dy sponsorat e emisionit tonë, të cilat janë dy kompanitë më të mëdha vendore, kompania Royal Beverage, e cila ka shumë lloje të pijeve në treg, e ne në studio i kemi disa prej tyre, dhe kompania Transportit Viator. Profesoresht, flasim pak për maturantët e vendit tonë. Në çfarë faze janë ata për momentin? Po, Gëzona, unë nuk kam qenë këtë vetë kujdestare e maturantëve, po do të thotë i përcjell prej vitit parë deri të katërtin, gjithsesi në vitin e katërt jam shumë afër me ata dhe gati se i kom përjetu edhe i kom ndjek të gjitha fazet prej fillimit të vitit shkollor si maturant e deri tash mo që është fundi për maturantët. Ata do të thotë e kanë pas ekskurzionin, e kanë realizu ekskurzionin të cilin e organizon zakonisht do vit shkolla dhe tash në qershor e kanë mbrëmjen e maturës, por para mbrëmjes maturës ata i kanë edhe provimet përfundimtare, do të thotë për me përfundu pastaj shkollën e mesme. Do të thonë për momentin ata janë të bë përgatitjet për provimin edhe për mbrëmjen e maturës që për ata është shumë e rëndësishme, po besoj. A janë ashtu maturanta që vinë dhe zakonisht kërkojnë ndihmë prej juve, çka me bëu tash, se kanë atë stresin, sa jeni afër maturantëve, edhe pse këtë vit nuk e keni klasën e juaj, po me që tha se jeni afër, sa ju ndihmoni në këtë situatë? Me thënë drejtën, Gëzonë, më falni për jo modestim, po unë zakonisht kam raporte shumë të mira me nxënësat. Mundohem të krijoj raporte të mira prej fillim, të respektojmë ato parimet unë të nxënësve, ata të tonat si mësimdhënës, po gjithmonë do të thotë jemi në të njëjtin nivel sa i përket respektimit të ndërsjellët. Mundohem të jem zakonisht afër, provimet të cilat ata i kanë në fund me dojë mos kanë me u marrë me neve sepse janë provime profesionale, do të thotë edhe duhet t'i përgatisim. Ata unë besoj shumë që tash mendimet kryesisht i kanë tek provimi i maturës, jo tek mbrëmja e maturës, po besoj dhe po shpresoj se është ashtu, sepse realisht provimi i maturës pastaj ata i përgatitet edhe më shumë për provime tjera që kanë mi prit, do të thotë edhe normalisht për jetën studentore që ata besoj se do ta zgjedhin. Melina, tregon pak çfarë ndjenjë është kjo me qenë maturante? Po, si shumë prej nesh, edhe unë do me thonë jam në atë periudhën ngarkuese, po gjithashtu është edhe emocionuese për përgatitjen e provimeve të maturës, gjithashtu mbrëmja e maturës, po edhe më e rëndësishmja që është planet për të ardhmen. Kjo është pak stresuese ngarkuese, po besoj që keni me kalu. Profesoresha veç na tregoi që ekskurzionin e keni kryer si çush kalut në ekskurzion, çush kria ajo periudha, çfarë emocione keni pas, a ka shkuar gjithçka çush ju keni dashur? Po, ekskurzioni për maturant është më shumë se një udhëtim. Unë mendoj kështu. Ka qenë një nga përvojat më të mira të këtij viti. Kena kalu tepër mirë, kena pas mundësi që me pa vende të reja, gjithashtu më e rëndësishmja me kriju kujtime të mira me shoqëninë, po gjithashtu duhet që me rujt balancin mes argëtimit edhe rregullorës. Po besoj që edhe profesorët këtë vet ja kanë dalë shumë mirë, kanë mujt me menaxhu situatat, po edhe çështo kena mujt me kalu mirë edhe na pa stres, pa edhe profesorët, po besoj që kanë kalu shumë mirë. Po dyshojnë këto. Tregon pak Melina, a jeni tu përgatit për provimin e maturës, sa është stresuese kjo kohë tash për juve? Për neve është shumë stresuese, e ceka që abde është ngarkuese, se kjo na vlen shumë për të ardhmen, jena tu përgatit, po apet stresi, njëjtë është sa do që mundosh do njëherë do këtë që nuk jetu e bo mirë, nuk jetu mësu sa duhet, ose kështu. E kjo pjesa tjetër asaj natës së famshme që zakonisht e kemi se në vetë e kom kalu këtë fazë, sa po jep një rëndësi se çush keni mu dok në natën e maturës? Normal,
du më do mirë, ama dhe du më shiju shumë momentet e fundit me shoqnin. Mbrëmja maturës është diqysh si, për mua është simbolike, është një përshëndetje, më thonë lam të mirë se edhe mi falemnderu krejt ata që ju kom pjesë e jona 4 vjetë, diqysh është një përzirje emocionës si nostalgji, edhe shumë është diqysh, veç kur jetu e përjetu vetë, më nështë edhe me ditë, se ndryshë së më nështë me kuptu. Janë disa emocione një që zakonisht me fjallë është vështirë, po fati jonë është që gjithë e kemi përjetu këtë fazë dhe dim sakt për çka po flet Melina. Profesoresh, tregona pak, sa janë gati nxënësit për një jetë tash jashtë objektit të shkollës, jashtë shkollës që e kam bu për 4 vjetë këtu? Me thonë drejtën Exona, unë i kam disa shqetësime si mësimdhënëse, edhe po e vrej një ndryshim. Unë ka shumë vjetë që jam të punu me nxënësa, me maturanta, do të thotë gjeneratën e 4 e kom si kujdestare, po është një shqetësim që unë e vrej kohëve të fundit, se fatkeqësisht nxënësët, maturantët kryesisht, nuk është se po kanë shumë dëshirë për me vazhdu studimet. Për mu kjo është shqetësuese. Tash është faji i rrjeteve sociale që ata po shohin se njerëzit po pasunohen shumë lehtë, edhe deri te parja na mundemi me mbri ma lehtë se sa me shku në studime, me u përgatit, edhe me pretendu për një vend të punës qysh ne kemi pas të ma përpara. Edhe shqetësuese është për një fakt se edhe nxënësat e mirë, realisht që unë i kom përcjell edhe që ata premtojnë se kanë me qenë studentë të mirë, kanë me qenë nesër profesionistë të mirë në atë lëmi që ata zgjedhin, edhe njerëzor, do të thotë sikur thonë që e kemi mundësinë me shku dikund jashtë, e kemi mundësinë. Për mua kjo shumë shqetësuese, po mundohem zakonisht me i këshillu, me i thonë që edhe uroj që të dalin edhe mesazhe për ata që na dëgjojnë neve sot, se unë po i them gjithmonë, ju mundohuni ta kryeni një fakultet. Një përgatitje universitare juve në jetë ju duhet. Ti kime marrë përvoja nga profesor doktor të ndryshëm, ti kime pa përvoja të ndryshme nga kolegët tu që ti kemi pasën. Do thot edhe insistoj gjithmonë që mos u mundoni të dilni jashtë edhe t'ju joshin parët, po mundoni ta kryeni një fakultet. Sot unë besoj që mundësi kanë, sepse në kohën tonë nuk ka qenë mundësia ti me shku me punua në periudhën e kohës së verës, do të thot edhe ti me u shkollu pastaj. Te na ka pas mundësi që kanë qenë shumë të zot, po nga mungesa e kushteve financiare, ata është dashur të ndalen, do të thot edhe mos të shkojnë në fakultet. Pastaj qilla që unë e jap zakonisht për këtë çështje është se ti shkon në fakultet. 18 vjetë e kryen shkollën e mesme maturantët. Edhe ndryshe është me 18 vjetë me dal dikund jashtë, ndryshe me ndonë ti, nuk e kanë pjekurinë edhe maturinë aq sa duhet, ndryshe është kur ti e kryen fakultetin, do të thot me 22 vjetë ose 3 vjetë, ti prap vazhdo këshive jetën ose jetoj jetën ku ti e shef, po e kini mendësi ndryshe edhe je ma i përgatitur. Do të është një shqetësim që mu personalisht po mbrengoset, po mundona zakonisht me i thonën që është gabim kjo qasje, po nuk e di kush është arsyeja thelbësore e kësaj, po besoj shumë që këto rrjetet sociale, TikTok-u e këto që njerëzit më pasunohen, po realisht na dim që nuk janë modele për të ndjekur disa. E vërtet. Mënyra që ata pasunohen, na nuk e ose më saktë nuk e di ma është e vërtet ata që ata na tregojnë në rrjetet sociale, kështu që nuk është mirë me i besu çdo gjë që ata na tregojnë në rrjetet sociale, edhe po shpresoj shumë që mos më ndikon këtë aspekt, se është shumë e rëndësishme me pas një profesion caktuar, cili do qoftë ai secili person. Profesorish, përveç këtyre këshillave për me studiu, a ka pas kësi diskutime ose këshilla që e keni dhënë për profesionet që ata do t'i zgjedhin, sepse është një vendim shumë i rëndësishëm që ata e marrin këtë kohë. A keni diskutuar se ajo kanë lyp ndonjë këshillë ose mendim se çfarë profesione dojnë ata me zgjedh? Po, janë interesant Exon, nxënësët tash janë shumë të hapun, do të thot për diskutime. Ata i mirpresin çdo këshill që ti ja. Pastaj sa ata i ndjekin këshillat e tona është temë tjetër për të diskutuar. Po do të thot janë kërkojnë këshilla, pastaj pyesin zakonisht. Një këshill që mu më është dhënë përpara, do të thotë nga prindë e me kur kam vendosur me shku në fakultet, edhe unë sot i them me nxënësv, pavarësisht dëshirave që ti ki për profesionin, X profesionin, jemi të jetu në një kohë që duhet ta shohim pak cilët profesione janë më in në kohën e sotit. Nëse na po pretendojmë që
ta kryjmë një fakultet edhe me shumë dëshirë dhe shumë normale është me pretendu nesër me u punësu edhe me pas të ardhur nga profesioni, i këshilloj gjithashtu që gjithmonë dëshira atyre e para, po le të jetë me gjithë profesionin, po gjithsesi të shohin edhe cili profesion është më i kërkuar tash. Në mënyrë që pastaj mos zhgënjejnë se këta është interesant, këta kanë gjithmonë ato që po unë sun him punë. Do thotë që mu nuk më pëlqen kjo se nuk i dihet, jetës nuk e dim na për nesër. E lejmë do thotë për një kohë shumë atë gjatë që ata pretendojnë se dojnë me ditën, po do thotë uroj shumë e para që të vazhdojnë studimet, pastaj do thotë edhe profesionet besoj që kanë me i zgjedhë në kuadër të asaj që ata ndrojnë për veten. Edhe unë uroj edhe shpresoj shumë edhe prapë deshta mu lidh këto se unë gjithmonë insistoj edhe gjithmonë jap këtë këshillën që pavarësisht cili profesion është cili profesion ka punë, unë besoj që çdo njeri duhet me studiu profesionin që e do edhe ndjet mirë në atë punën që e bën. Për shembull rasti jam, unë kam studiu në Akademinë e Arteve për aktrim, do më thënë në vitin 2011, kur i kom treguar familjes që po du me studiu në aktrimin në atë kohë, sigurisht që kanë metun po ky profesion se na nuk ka punë, atë kohë nuk kishim as teatr, nuk ka asnjë aktore femër tjetër ku po shkon me këtë profesion. Edhe unë asnjëherë nuk e kom menduar që për shef ka mu hap një teatr, ka me funksionu puna ema, se kom ditë që ka me pas punë, po veç dëshira me e bo këtë profesion, mu më kam mjaftu që me i kry studimet, edhe sot shqyr zotit me pas një teatr në vendin tem, me punu panal, edhe nuk jam pishmon kur, po gjithmonë insistoj të unis prej vetës pavarësisht dëshirës së familjes, dëshirës së rrethit, ose imponimit të punëve që për momentin kanë, do me thonë punë, ose fitohet shumë pare, duhet më unis në ato që profesionin që ti e donë, vish ato mund me kryet, vish atë punë mund është me bo me qef, për ndryshe tjerat profesione shumë e vështirë. Zakonisht unë menoj që studentat në vitin e dytë e kanë atë sfidën më të madhe dhe nëse nuk e dojnë që atë profesion, që aty ka shumë mundësi me e lanë fakultetin. Unë besoj që kur ti don me investu 4 vjet jetës me një profesion caktuar dush më kon shumë gati për munis në atë rrugë. Edhe sigurt për rrugën që pe ndjek. Po. Tregona pak Melina, e ke vendosur ti çfarë profesioni ke me studiu? Po, unë kam dëshirë shumë për kirurgji plastike, po kjo dyqysh e kom pas një periudhë që shumë njerëz më kanë bë me dyshu, më të thonë drejtën, domethënë më kam bërë me dyshu ka thonë se nuk ja vlen. Unë e di që është një rrutim i gjatë. Kjo normal, shkencët mjekësore janë gjithmonë gjata ose kështu, po besoj që me punë ose me sendet që i donë, si qyshet cek edhe të diçka që thojmë na të flen shpirti, mund është mja dalë gjithmonë. Edhe unë mendoj që përgatitjet për provim nuk janë veç mësime, janë edhe kërkim, vetë vlerësim edhe gjithashtu janë vendimarrje. Që unë që ato mendoj që çdo i ri duhet me pas se çka pasionon ato edhe që me bo një plan që sa do më mundu që m'ja dal. Edhe një gjithmonë me punë të madhe, me guxim të madh, mund është m'ja dal nëse i ki këto ëndra të mëdhaja, normal. E vërtet. Një mesazh shumë i mirë, Melina. Tregom pak, a është shkolla në të cilën ti ke kryer mjaftueshëm, a ka qenë ndihmes që ti me mrime një fazë ku me dasht profesionin e mjekësisë, sot ka ndihmu shkolla që ti je për me pas në të ardhmen një dëshirë për këtë profesion? Normal, gjithmonë hapat e parë, si shkolla fillore, si shkolla mesme, gjithmonë hapat e parë i merr aty ku fillon, edhe me profesor që janë bashkëpunues edhe që e dojnë landën e vetë dhe se normal, kjo vlen edhe për profesor, kur e dojnë landën tënde, kur mendon që aty e ki vendin që i përket, normal, mëson shumë pja tëmve, edhe dyqysh hapat e parë aty i merë mësimët, krejt, mendoj që mirë janë këto të mjekësore, landë, mendoj që janë shumë mirë, ama normal duhet për fakultet, duhet shumë ma shumë. Ju po jetoni fatmirësisht me një fazë të jetës edhe po shkolloheni ku raportet me mësimdhënësit i keni shumë të afërt. Unë për momentin ju lakmoj sa herë që isha, për shembull, na nuk e kena pas këtë fat me komuniku shumë shtlir, pavarësisht ata ndoshta na kanë ofruar punë atko, gjithmonë prej respektit më të madh që e kemi pas për profesoresha, e kena rrit një distancë shumë të madhe. E sidomos jashtë shkollës, jemi largu kur i kemi pa. Tash për shkak që po komunikojnë edhe në telefon, shumë shtlir me profesoresha, me profesor,
profesor ose në shkollë po marrin shumë këshilla. Sa ju ka ndihmu ky raporti që i keni për momentin me profesorët, profesoresha? Normal, respekti apet unë mendoj që duhet me të njëjtë, shukon atëherë, po nuk mendoj që duhesh me pas frikë, se frika shpesh herë nuk na lën me thonë as ato që mendojmë. Qitash ma shumë kam frikë prej tjerëve në klasë, adin pinzancëve për rreth se sa prej profesorit. Mendoj që ata i kanë kalu këto faza dhe na kuptojnë ma shumë, për që ato edhe na e kena edhe lidhjen në mes se kena ma të ngosht, po më varet edhe për profesorëve. Jo gjithmonë është e njëjtë me çdo profesor, e kuptoj. Po. Profesoresh, ka mendon ti për këtë raportin që është kriju tash mes profesoreshave dhe profesorëve dhe nxënësve? Unë zona kam fatin, do thotë unë tash kur kam filluar me punu, kam pas shumë profesor të me që jemi bo kolegë. Tash nxënësët që i kam përcjell unë më janë bërë kolege mua dhe është një fat edhe një kënaqësi në vete. Edhe kur kam ardhur unë me punu, kur i kam has profesorët e mi dhe që jemi bo kolegë, jam ndi jashtëzakonisht mirë. Njëjtë kur kanë ardhur tot edhe nxënësët, ish nxënësët e mi tash që jemi kolegë, ka qenë shumë ndjenjë e mirë. Sa i përket raporteve, unë besoj që në diskutime sipër me profesorët e mi për nxënësët tash, këta që po jonë ma përpara që kanë punu, pe kanë ma problem me u adaptu me mënyrën e qasjes të nxënësve, ndaj profesorëve, ndaj shkollës, ndaj të shkafit, po unë mendoj që është normale, e gëzonë se gjithçka ka ndryshu. Çdo raport ka ndryshu. Ka ndryshu raportet mes prindit edhe fëmijës, ka ndryshu raportet në çifte, në shoqëni, edhe nuk ka mundësi të jesin nxënës ata që kanë qenë përpara, kur na të gjithë raportet që na rrethojnë janë ndryshe. Po ajo që është me rëndësi që unë e praktikoj edhe kom pas sukses deri tash është gjithmonë ruajtja asaj që tha dhe Melina, asaj distance, do të thotë, ose e atij kufirit që deri këtu kemi mundësi, pastaj me e pas do të thotë një distancë që është e shëndetshme për me i rujt raportet normale edhe brenda shoqënisë së familjes, se mos flasi pastaj edhe jashtë. Po gjithsesi për mua është e kuptueshme do të thotë ndryshimi i gjeneratave, se gjithçka ka ndryshuar shumë e mirë se ardhur. Derisa respektohemi, parimet e mia respektohen, unë i respektoj parimet e tyre edhe nuk ka pse me vajt raportet të keq ose më përkeqësu. Faktikisht po, unë e besoj në ato dhe ju lakmoj ma shumë se sa, se për një mena nuk kemi pas në atë kohë. Profesoreshme që punon shumë gjatë në arsim, nëse kishe pas fuqi me ndryshu në diçka në sistemin e arsimit, çka kishe ndryshu? Kjo është pyetje. Nuk e di, me thonë drejtën, unë e boj punën me shumë dëshirë. Kur kam shkuar në fakultet, nuk e kam menduar ndoshta që kam punu si mësimdhënëse, po tash nuk e ndryshoj me kur gjë. Çka kisha ndryshu? Nuk e di, është një pyetje shumë e gjonë, nuk kam diçka konkrete, çka kisha ndryshu, post që i kisha thunë nxënësve më shumë, unë jam shumë pro letrës, jam pro kandalet sociale, po kena shumë mundësi me marrë informacione, po njerëzit pak po lexojnë, nxënësat pak po lexojnë. Na përpara kena pas, unë besoj shumë që këta tash e kanë, përpara na kena pas edhe ti e di sigurisht që profesori gjuhës shqipe ka dhënë referat, libër me lexu, ti u dash me bë referat, në libër ta ka këshilla dhe s'ke guxu me kopju për dikujt tjetër. Është dash me lexu vet. Kjo ka qenë një shtytje shumë e madhe, do të thotë që ti me lexu edhe na e dim shumë mirë të mirë që na sjell libri. Unë muj me lexu ose kam like shumë, të bën me faqe njerëz të famshëm në rrjetet sociale, po kënaqësinë që më ofron libri kur e lexoj, nuk më ofron asë një rjetë social. Te këta unë e peshof që do të thotë nuk janë tu lexu mjaftueshëm. Ndoshta është gabim me thonë diçka që po du me thonë, po e them. Është shumë mirë edhe meshkujt më konë të zoteve të vetës, të shkollum, të ditun, po i them nxënësve, femrave zakonisht, i them se na mjeksi kemi zakonisht femra më shumë. Ju lutem mësoni, mushni kokën, se me qenë femrë dhe ignorante, është shumë për mua është shumë dobësi. Sidomos në kohën që po jetojmë na. Se meshkujt edhe po mos të kenë ndonjë fakultet, ndonjë përgatitje universitare, ata me dojnë mos kanë me dalë me punu ose edhe shohin dikojna kur rri me dikona, kur bisedon ti mëson me dojnë mos.
Po femra do thotë nëse nuk ka asnjë përgatitje ose asnjë profesion, jo vetëm shkolla, se neve na duan të gjitha profesionet, se ju të gjithë kanë mundësi me shku në shkollë, se edhe e dojnë shkollën që është shumë normale për mua, na dhe në mesin e familjes kemi njerëz që janë këtë shkollum, kemi profesioneve të ndryshme, po gjithsesi kur është koka plot, sidomos në kohën që po jetojmë tash, mundësia e mashtrimit ose intrigave është shumë e madhe. Ti po duhesh me qenë shumë javë, me lexuar shumë histori, që me ditë me marrë do të thotë qysh tjetri ka mundësi me ta bëni sherr ose në diçka që ti nuk e prit. Kështu që jeta ta imponon më kon shumë i ditun, më kon shumë i lexueshëm në mënyrë që më i dal përballë. Ignoranti pastaj është diçka që i shifët qerri vet. E leje më. Do të ketë shumë të vështirë. Shumë të vështirë. E kjo është diçka që unë kisha propozuar ato nxënësat të lexojnë sa më shumë. Profesoresh, pak më herët e diskutuam, domethënë ka 16 vite që punon në Arsem. Tregon pak dallimin e nxënësve para 16 viteve dhe tash. Sa ka ndryshuar, edhe pse cekëm pak a shumë në çdo përgjigje, po ta dim pak më saktë ku janë tash nxënësit edhe ku kanë qenë atë kohë. Po, Exon kanë ndryshu. Na, zakonisht me kolege kur rrim do të thotë edhe diskutojmë edhe bisedojmë se 16 vjet do të thotë nuk janë pak. Edhe prej unë kur kam filluar me punu ka shumë ndryshime në nxënës. Me profesorët e mi pastaj kur diskutojmë, edhe i thash një profesorit në ditë mos pretendo do të thotë që kemi pas nxënësione që e tha edhe vetë më herët, domethënë neve na ka ardhur marrë kur kemi biseduar dhe nëse i kemi pyet, nuk është se kemi pas atë afirmitetin, po jemi ngushtuar kur kemi dashur me i pyetën. Edhe i kam thonë do të thotë që duhet me pas konsiderat që këta kanë ndryshuar. Po, kohëve të fundit që është një ndryshim drastik, sa i përket mësimeve, leximeve, unë po besoj që tash na kanë ardhur në pa ose në konsiderat gjeneratët e pandemisë. Edhe pandemia na ka ndëshkuar shumë, do të thotë si në fillore, si në shkollë të mesme, si do të thotë nxënësit që thashë më herët ma pak kanë dëshirë për me mësu ose për qysh do qoftë kjo pandemia i ka pasojat e veta. Besoj që kalon këto gjeneratat e pandemisë, po që kalon pasoja shumë. Edhe unë po besoj që kjo është ndryshimi drastik që ne kam has. Po mos t'i shkon pandemia, unë besoj që nxënësit kishin qenë po ata që kemi qenë për mësim po flas, se e cekëm na më herët që është normale ata që kanë më kon më të lirë. Normal, se i shohin në rrjetet sociale profesorin që sillet në vende të tjera dhe këta kanë me dasht çat imazh, pavarësisht mentalitetit të na e dojnë çat imazh, po gjithsesi besoj që arsyeja kryesore është që un po hasi ndryshime në gjeneratat e pandemisë që do të ardhin pa. Okej, Melina, tregon pak nëse ishe kthyer prej vitit parë edhe një herë çka kishte ndryshuar? Nëse kisha mujt me kthy kohën, atëherë kisha ndryshu nështë pak diçka të vetja, dyqysh kisha dash me pas ma shumë guxim, me fol pak ma shumë në klas, edhe që kohën ma të mirë, mja kushtu do një shoqëri të ndachme, mos mu ndiku pi fjalëve tjerëve, mos mu prek, qështu, nështë që të shtu pak të sendet e vetja, shoqëria. Unë e di se përveç shkollës ti ke qenë pjesë e shumë projekteve të ndryshme, aktivitete që kanë qenë jashtë mësimore, po edhe jashtë shkollës komplet. Tregon pak sot kanë ndihmuar këto në formimin tënd personal edhe apo mendon që të kanë ndihmuar në të ardhmen cili do prej projekteve që ke qenë pjesë dhe cili u kanë më sfidues për ty? Normal këto projektet jashtëshkollore ose krejt këto të ndihmojnë shumë. Varet edhe se me kanë e kinkra, kush në mbështet, kush e udhëheq, varet shumë, se me dikon ka njëherë nuk ja vlen që thojmë as kohën marrë gjusa shumë e shenjta, mo unë gjithmonë jam falimnderuese psikologës, ajo gjithmonë ka nejtë ngatë, edhe projektet që i kena bo, do me thonë ato më kanë bo ma shumë për me kuptu, me sfidu vetën, me gjetë vetën, shumë data kena zgjedh bashkë që i kena bo aktivitetet edhe krejt këto adin më ka bo shumë ma të pjekur njëtë edhe që me pas guxim edhe mos mu marrë shumë adin me mendimet e tjerëve ose po ajo qysh s'po vjen orë për bën aktivitet ose këto më është kiko për krejta, kiko edhe me mësu, kiko edhe me marrë me aktivitete dhe krejt.
Cili është ai kujtimi më i bukur që kime marrë me veti prej shkollës mesme? Po, nashta koha me shoqërien, s'po di, edhe momentet të mirat, edhe të këqijat, krejt ato janë pjesë e jetës. Gjithmonë kena mi kujtua më dhe ekskursione, kena kalu tepër mirë dhe gjithmonë kena me majtë med. Besoj që krejt. Të kthehem pra edhe një herë te matura. Tregom, a po i shpenzoni shumë para për më bogati për mbrëmjen e maturës edhe sa po i jepni rëndësi, jo vetëm ti po edhe shoqet e tua. Tregom pak. Jo, belëm shumica nuk kam pas atë dëshirë më ardhë në matur, nuk është qysh e bën që është tepër lloks ose diçka kështu. As nuk mendoj që ja vlen më shpenzu qatë shumë, se më është me pak edhe mu dok tepër mirë, edhe mos më bë tjetrin. Dikush nuk i ka mundësitë dhe mundet mundi tepër keq, se ti non-stop tema me një tavolinë nuk do të më kon për parët ose se shka ki vesh, se dikush nuk ndihet mirë, s'monët mu përshtat nëse ti non-stop adin e ki temën që ashtu, okej, më nësh mu dok mirë, po më nësh mu dok mirë edhe me pak. Shumë njerëz adin janë të kënaqur me pak, a më naq tash adin ajo faza pak, okej, më nësh mu dok mirë. Unë mendoj që më e rëndësishmja te une është mu dok më pa fytyra dhe adin, që kjo është më e rëndësishme te une. S'është diçka që po me shpenzu. Po shpresoj shumë që keni me kalu shumë mirë, se e di me sa emocione e pritni në mbrëmjen e maturës. Profesore, çfarë është ajo mesazhi ose këshilla më e rëndësishme që ja kishe dhënë maturantëve në këtë kohë? Unë zakonisht shfrytëzoj Melina Aden, se Melina më ka pas profesoresh 4 vjet. Gjithmonë e kom shfrytëzuar një rast ose një kohë për me mujt me I këshillu diçka, aq sa unë kom pas mundësi edhe aq sa unë ja kom po hajrin atyre veprimeve të mia që pastaj kom kthyer në këshilla tek nxënësit. Është shumë e rëndësishme ata me ndjek kontrat e veta, me shku në studime gjithsesi unë jam pro shumë shkollës, pastaj me lexu jashtëzakonisht shumë, edhe pse te drejtimi I mjekësisë viti 4 ka pas shumë herë nxënësët që më kanë propozuar libra, do të thotë I kam marrë nga ata, lexojnë, po gjithmonë mos më ndal asnjëherë në mënyrë që në qenë të arsyeshëm edhe të arritur në jetë gjithmonë se sot kanë mundësi më shumë se çdo herë tjetër. Do të thotë gjithçka, çdo informacion e kanë më lehtë me e marr, edhe gjithçka e kanë më lehtë me qitë edhe në përdorim. Kështu që kjo është këshilla jeme që ata le të mësojnë. Edhe zakonisht I them, le të jenë njerëzor. Kjo është shumë e rëndësishme. Se sado ti jesh I arritur në profesion, unë mendoj dhe besoj, po që se nuk kallzon atë anën njerëzore tondën, na lodhemi, njerëzit lodhen nga ajo që ti nuk e paraqet anën tonë njerëzore. Kështu që me mësu po kur ti bashkangjit këtë këtyre edhe atë anën njerëzore tondën, këta din me dalë ose din mu kon afër perfeksionit. E vërtet, profesoresh, tregon pak kjo ndjenja, edhe pse e cekëm pak a shumë kjo ndjenja me qenë profesoresh. Se për shembull unë gjithmonë mendoj, po është shumë sfiduese mendoj, gjithkohës me pas kontakt me nxënëse, me nxënësa të ndryshëm, me kërkesa të ndryshme, me periudha të ndryshme. Tashme që edhe cekëm që nxënësit kanë ndryshuar, është bo mas sfiduese, ma e vështirë kjo punë? Po, Exon, është mas sfiduese. A di qysh, po ju tregoj unë çish I them nxënësve zakonisht. Ndonjëherë kur na e kemi ndonjë mosmarrveshje të vogël, se ka mundësi zakonisht, se takohemi shumë shpesh, I them ju duhet me pas në konsiderat. Unë po mundona 4 vjet me ju përshtat 30 karaktereve, ju njëherë mundoni më përshtat mu. Do të se për me pas një raport të mirë, po duhet me dojë mos, do thotë me ra në nivelin e gjithë secelit, se nxënësit janë të ndryshëm, vinë nga familje të ndryshme, vinë nga vende të ndryshëm, vinë nga mentalitete të ndryshëm. Do të thotë që na duhet me ju përshtatën. Edhe është sfiduese, gjithsesi është sfiduese, po unë e bëj me shumë dashuri profesionin edhe me shumë dëshirë. Asnjëherë nuk bezdisna.
së qenurim simvans, unë e besoj. Nuk e mendoj vetëm ndonjë profesion tjetër, as edhe një herë. Pavarësisht asaj që ju gjithmonë përpiqeni me njoft 30 karaktere me ju përshtat, ju gjithmonë mos e harroni keni me qenë modeli jon i rëndësishëm në jetë. Unë gjithmonë i mbaj mend gjitha mësuesit prej shkollës, prej çerdhës, shkolla fillore, e mesme deri në fakultet, domethënë gjithë janë kanë një shembull i mirë që unë ju mundu me ndjek edhe pak a shumë e marr diçka të mirë prej atyve mësuesve dhe me përdor për jetën. Kështu që e di se është një ndjenjë shumë e mirë kjo kur e dini që për nxënësin mundi me qenë një shembull i mirë të ardhmen. Shumë, unë besoj që është shumë e rëndësishme. Tash ka dhe nxënës më thashë që kanë kolege të mia un botash, edhe na dalë mi pim kafe. Janë shumë mirë njohëse për cilën fjalë. Mund bën përshtypje se krahas mësimit që t'ia ke dhënë ato që kanë përfituar një ori, do të thotë nga ligjëratat e tona, profesorëve, mësimdhënësve në përgjithësi, ato dimi më shumë mend të cilën këshill që na ja kemi dhënë. Se realisht mësimet me kalimin e kohës harrohen normalisht, nëse nuk i ke non-stop, nëse nuk je në kontakt me to, po këshillet janë ato që të përcjellin gjithmonë, edhe do të thotë kur ata dinë me qenë mirënjohës, edhe falënderues që ti me një moment caktuar atë i ke ndihmuar me një fjalë që ke shumë t'ia thonë, për mua shumë domethënse. Mirënjohja është diçka që unë e vlerësoj shumë. Edhe zakonisht e ha si të nxënësit. Kjo pjesa kur nxënësit e tua apo bëhen kolegët tua tash, apo thrasin ende profesoresh, apo po, nxënësit e mia që vinë më thrasin profesoresh, unë nuk e kam kompleksin e asaj se shumë thrasin. Kjo mënyra që shumë thrasin kallzon më shumë për ato se sa për mua. Në vërtet. Po që është ndjesi e mirë kur ato do të thotë të drejton ashtu se e dinë që është një respekt ndryshe. E vërtet. Është një ndjenjë e mirë besoj kur i shet që nxënësit e tua kanë arritur një sukses të nxënësit në përgjithësi se po anoj ka gjenia femërore vet, nuk e di pse, kur e shet që kanë arritur ndonjë sukses të caktuar në profesione të caktuara në jetë. Po, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, është shumë domethënë se kjo gjë më gëzon ky fakt shumë kur ti i shef që ato do të thotë janë përgatitur për jetën edhe janë shumë mirë të pozicionuar do të thotë në profesionin që ato e kanë marrë. Është një kënaqësi e veçantë që ti e ndjen dhe realisht unë e ndjej që unë jam pjesë, edhe pse ma bojnë dhe me di ato, unë jam pjesë e atij rrugtimit që ato sot janë të kënaqta me realizimin e ëndrave të tyre. Edhe dashur e pa dashur do ti je pjesë e atij rrugtimit të tyre. Kjo më bën edhe mëson shumë, bën të lumtur shumë. Sa mirë. Melina, cila ishte ajo këshilla që kishe dashur me ia dhënë gjeneratës tënde apo gjithë trive që po na shohin sonte në Spektri Podcast? Po, unë mendoj që çdo i ri duhet me ndjek ëndrrën e tij, pavarësisht se sa rruga kam ju duk ose kanë mi thonë që kam qenë e vështirë. Nuk ka rëndësi nëse ki mu bë mjek, artist ose inxhinier, më rëndësi është mos më ndal edhe mos me ndi vetën se ose me thonë vetës që nuk ja dal. Ka mundësi që jeta na përplas, kena me mendu që s'mujmë nuk ja dal me amo qatë herë kur ti nuk me ndonë, qatë herë më në shumë ja dal edhe gjdo herë me punë duhet guxim shumë edhe punë edhe kimi ja dal sa herë nëse vërtet e dënë qatë sen. E vërtet një mesazh shumë i mirë, Melina, faleminderit shumë. Profesorisht na jemi veç në fund të minutave të emisionit tonë, se keni diçka me shtu jashtë atyre pyetjeve që unë mundova me i përmbledh në disa pika sa i përket maturantëve, shkollimit, nxënësve, çka do të mendoni që është e rëndësishme, diçka tjetër me cek lirisht mundeni. Egzon, unë e besoj që ti shumë mirë i bone të gjitha pyetjet, e përfshin gati komplet jetën e maturantëve, edhe unë uroj shumë që këto maturantët të përgjithësi, i përshëndes, uroj shumë suksese, uroj shumë që gjithë secili në çfarë do lloj profesioni ose çfarë do lloj rruge që zgjedh të jetë i suksesshëm, kjo është me rëndësi. Uroj shumë që mbrëmjen e maturës ta kalojnë si ekskursionin, pa asnjë incident, pa asnjë problem, edhe besoj shumë që ka me qenë ashtu, shqyr Zotit nuk kemi pasën përvoja, do të thotë të hidhura shumë, do të thotë uroj shumë më të mirën për gjithë secilin maturant. Faleminderit shumë, për mua ke kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe me ju pas sonte në studio, po besoj edhe për shikuesit tanë, me kaq po e përfundojmë sonte Spektri Podcast. Ne shihemi prapë javën e ardhshme, deri atëherë mirëmbëjtje.